përse për këta dy është marrë ky qëndrim dhe për Berishën ja? Po tani për shkak të moshës apo për shkak për shkak të fuqisë që ka Berisha në lidhjet e tij të vjetra me influencën e tij, me fuqinë e tij financiare? Tani ligji nuk njeh mosh, kur vjen puna, kur vepra penale është e rëndë dhe ti ke fuqi, sa i është në moshë të madhe, po ti ke fuqi të ndikosh në proces, të prekësh integritetin e procesit. Për këtë punë pikërisht edhe Meta, edhe Veliaj janë gjendje arresti, se kishin shumë pushtet dhe përdorën pushtetin edhe për denigruar dëshmitarët, dhe kallëzosin si këtë rast Meta me mua, edhe për trupin gjykues, po edhe që personat tjerë që mund të jenë dëshmitar potencial, ose mund të japin prova të reja, mund të jenë persona që përfshihen proces edhe ta plotësojnë atë kuadrin e fajësisë të tij. Dhe dakord, po si ka një double standard, për shembull dhe Mediu, dhe Berisha, ose dhe tjerë, i shtyn me procedura dhe në fund quhet krimi parashkruar, domethënë atëherë krimin vërtet do dënoka kurrë dhe këto njerëz që kanë kryer krime, edhe kanë fuqi të madhe financiare, këto atëherë e kanë pushtetin prap. Atëherë po shmangim pak diskutimin, edhe ty ke i pikë shumë e rëndësishme. Ti mund të kryesh një krim, edhe për gjatë kohës që parashikon ligji për parashkrimin e veprës penale, ti mund të fshihesh ato vite. Për shembull, ke bërë një vrasje, fshihesh 20-25 vjet, mbasi ke marrë dënimin. Dhe të parashkruhet pjesa e dënimit. Se mendohet që ka pasur një shtet, një sistem drejtësie efikas dhe ta ka nxjerrë jetën, domethënë, deri diku e ke vetë bërë dënimin. Po, se izolujem shef, keni. Po momentin që këtu kemi një drejtësi të marrë peng, me një 5%, 10% reform, aq është ndikimi i reformës drejtësi. Është jo efikas fare, domethënë. S'është efikas. Po, vetëm një danë dyshe parë e drejtësisë është kemi me spaku, me një strukturë shumë vogël. Në atë moment që ti jo vetëm që nuk arrin dot të jetosh si thua me një vetë dënim tëndin, por je aktiv politik, bën këshillik, kërkon të marrësh prapë pushtet me gjithë mënyrë, bile edhe tenton e tash bësh të mini drejtësi që është bërë deri tani, atëherë ne nuk kemi sistem dhe duhet bjerë koncepti parashkrimit të veprës penale pak në për pushtetar, por edhe për tjerë. Se ke njerëz tjerë që kanë bërë nga 10-15 vrasje, edhe jetojnë të qetë këta dhe nesër kur shkojë gjykata thot për një vrasje vitin 95 thot është parashkruar. Po si u parashkruaj? Po vrasja nuk parashkruhet në asnjë vend botës. Po ka dhe vrasje parashkruar. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen. Marrë në këtë kontekst, mendoj që ne duhet bim dakord, duhet të aprovojmë një ligj, pra jemi në situata të jashtëzakonshme që dalim me masa të jashtëzakonshme. Pse vendosen ligjet? Duke parë që nuk e menaxhon dot një situatë caktuar, atëherë mbidhen ata që bëjnë ligje, e ndryshojnë ligjet. Siç kemi rastin e Europës që hap pas hapi, po ja shpërson ligjet për migracionin. Po del diku nga kuadri atyre që ka qytet drejtat e njerëzit, thotë prit pak thotë se duke respektuar këtë lloj kuadri ligjor, unë po shbëj vlerat e mia edhe po cënoj sigurinë time. Dhe ata po kërkojnë tani të gjithë të bëjnë këtë lloj zgjidhje që u bë këtu në Gjadër me Melonin, me Italinë. Edhe kanë vënë disa variante, qoftë me Serbinë, qoftë me Burundi në Afrikë apo në vende të tjera, edhe debati më i madh që është sot, po të dëgjosh, debati më të madh që kanë Anglisët, Britanikët, kanë në lidhje me migracionin. Metallin që bën sistemi, që ne kemi vënë thot një regjim të tërë thot në rresht me hotele, me spitale, me gjithë në favor të njerëzve që vinë këtu, nuk punojnë, edhe tallen me ne, edhe kur i kapin kanal në mes kanalit të Lamanshit, prapa ata shkojnë duke qeshur në hotele, në pikat e grumbullimit e tjerë, pasi ne i kemi siguruar për çdo gjë dhe i kemi siguruar dhe i proces që është vështirë të kthehen, edhe kur kthehen ata kanë realizuar qëllimin që kanë ardhur disa vjet për të jetuar në Britani e tjerë. Gjitha këto bëjnë që ne do të kemi patjetër qasje të ndryshme, derisa do të ketë një përplasje drejtat e njerëzit me nevojat që ka vendi, po ata do të shkojnë drejt ashpërsimit. Tani ne duke parë që ne prekur gjitha parametrat e sigurisë juridike në Shqipëri. Kur këta njerëz, jo vetëm që nuk dënohen, po këta e kanë rritur këshillikun në një mënyrë tillë që edhe paratë që kanë marrë nuk kanë ndërmend kur t'i dorëzojnë vetë një, të gjejnë një formë të butë ligjore pa ashtu, ne s'po e marrim të dy, po me këto para
po na bëjnë peng.